Pejgamberi Allahut na ka mësuar një dua madhështore, të cilën vazhdimisht ai e thonte dhe duhet ta themi edhe ne sepse është shkak për shkaqeve të mbrojtjes në mos rënien në mëkat, por njerëzit edhe në falje nga mëkatet eventuale që ne mund t'i veprojmë. Ka thënë kësaj: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. O Allah, ti je Zoti im dhe nuk ka Zot që meriton të adhurohet me të drejtë përpos teje. Khalaqtani wa ana abduk. Ti më krijove mua dhe unë jam robi yt. Pra e shpërfaq raportin mes njeriu dhe Allahut. Ai është Zoti, ai është krijuesi, unë jam robi, pra çdo i nevojshëm për krijuesin tim. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Dhe unë në raport me beslidhjen time me ty dhe premtimin tim ndaj teje, unë po mundohem maksimalisht më aq sa po kam mundësi. Pra, me i qëndru besnik kësaj beslidhje. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Andaj kërkoj prej teje të më mbrosh nga e keqja që unë e kam vepruar, unë e kam shkaktuar. Ebu'u laka bi ni'matika alej. Dhe unë t'jam mirënjohës për mirësi tua ndaj meje. Wa ebu'u bi dhanbi, po njëherët edhe i pranoj gabimet e mia, pra mëkatin tim. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Andaj më fal mua sepse askush nuk i fal mëkatet përpos teje o Allah. Kjo lutje, kjo dua tregon se para se të përmendet mëkati, është përmendur Zoti, është përmend krijimi, është përmend robëria dhe begatia. Pra fillimisht është përmend krijuesi, pastaj është përmend krijimi që Allahu realisht na ka nderuar me të, pastaj është përmend robëria që ne e kemi si fisnikrin më të lartë në raport me Allahun e Madhërisëm, dhe këtë në fund është përmend edhe begatia, mirënjohja ndaj begative të Allahut subhanahu wa taala. Pse